një personazh në kuptimin e plotë të fjalës, një model unik, siç e them gjithmonë. Ai vjen nga legjendat e prej legjendës. Zonja dhe zotri Murat Jashari. Mirë se erdhe. Zotri Murat, mirë se erdhe. Mirë se gjenë. Gjithë dorë trokitjet për ju, nga ky auditori mrekullueshëm, ulemi më mirë që të bashkëbisedojmë më shtrirë. Kur ju paralajmërova, ose anonshova, si që përdori unë shpesh, thash vjen si nga legjenda e prej legjendës, zotri Murat Jashari, nga familja më emblematike shqiptare Jashari. Mirë se erdhe. Faleminderit për këto komplimente. Mendoj që familja Jashari takon gjithë shqiptarëve. Kështu që unë jam vetëm njëri nga parsarqet e tyre, por familja Jashari që nga 98 deri në ditët e sotshme, besojmë që edhe në vazhdimsi do të jetë e të gjithë shqiptarëve kudo që janë, kështu që unë ju falenderoj juve për gjithë komplimentet dhe falenderit edhe publikut. Po cila është gjeneza e familjes Jashari? Ai trungu, deri ku keni arrit ju të konstatoni? Realisht ne që jetojmë tash në prekaz, dihet më tash që ekzistojnë dy prekaze, është prekazi i Olt dhe prekazi i Epërme. Prekazi i Olt është që përbehet nga 4 lagje, njëna prej lagjeve është lagja Jashari. Dhe unë si brez vim gjenerata e 6 që njohëm historinë e familjes Jashari, që nga i pari jonë që ka pas edhe emrin Jashari që ne tash si lagj bartim mbi emrin shkak të tij. Deri me gjyshin, familja Jashari nuk është tut, që do të thotë 4 breza kanë qenë vetëm nga një. Gjyshi pastaj ka pas 8 fëmijë, 3 djem, 5 vajza, dhe ne që vim një prit dhe mbesrat e tina. Kjo është një biografi ose një historiat e familjes Jashari. Në cilën frym është rrit Murat Jashari? Unë ndoshta kam pas fatin më të madh ndoshta edhe nga familja, po edhe nga shumë fëmijë të tjerë të Kosovës, sepse kam qenë njëri ndër fëmijët e parë të familjes dhe siç e tham nërmiqë nër shok, po e tham edhe në emisionin e juaj, kam pas fatin që të rritum me 2 mësues, për arsye se gjyshi Ndjesht pas ka qenë njëri ndër mësuesit e parë të pas luftës së dytë botërore në regionin e Drenicës. Dhe unë qysh në moshën e re, në moshën 18 muajsh, kam kalu dhe kam jetuar me gjyshin dhe gjyshin, ani pse kemi jetuar në një familje, por kam qenë fëmiu i vegjël i tyne, po tham kushtimisht. Dhe gjithë shka që kam mësu dhe po vazhdoj të për jetën janë merit e gjyshit me të cilin kam kalu jetën deri në vitet e 90. Andaj tham një fëmijë që li ka fat që të rritet me gjyshin dhe me gjyshin është me fat. Ka fat të dyfisht në jetën e tina. Nëse mund me thonë edhe në aspektin tjetër që ai merr edhe mendimet pozitive për jetën, sepse përvoja e gjyshit është, siç e kam thonë shpeshherë, të gjyshit dhe stërgjyshit tonë kanë qenë filozofët e jetës, janë filozofë të pashkolluar. Nëse kthejmë në atë kohë dhe mendoj se në çfarë gjendje të ronë kanë jetuar ata, me çfarë janë ballafaqur ata në mungesë shkollimi, mungesë komunikimi, në mungesë të parjes së botës se si funksionon ajo, për shkak të sundimit mia vjeçar që kemi jetuar, dhe nëse bojmë tash një krahasim mes shprehjeve, thonjeve të tyre, janë pikërisht të filozofëve të mëdhej, qoftë ai Rousseau ose të cilit do filozof të mëdhej, vetëm në përshkrime të ndryshme. Kështu që do të thonë, po mos ishte gjyshi, ose shpeshherë tham, nëse un kam ndaj vlerë, nëse dikush vlerëson dikush ndaj vlerë që un kam, atëherë është merit e gjyshit. Realisht, po mos ishte gjyshi, ndoshta edhe pas lufte un nuk do të kisha ditë që të edukoj ose të duaj fëmijën e mirë. Kështu që përgjerohem në pafundësi gjithë asaj që vazhdon.
Zotri Ashari, ju treguat edhe më herët që jeni rritur me gjyshin, po cilat janë prallat e tij dhe çfarë ju ka mësuar ai tjetër? Dihet që këty në herë Oda ka qenë një lloj parlamenti ose një lloj shkolle, në mungesë të shkollave shqipe gjatë gjithë historisë sonë për shkak të sundimit shekullor që ka ndodhur në. Dhe në Oda natyrisht janë treguar edhe anekdota edhe pralla, por si fëmijë njeriu gjithmonë ka diçka që i mbetet ndoshta në kujtesë. Kam dëgjuar shpeshherë prallën e qingjit me ujkun. Madje jam personifikuar edhe me tonë duke dashur si fëmijë që të jem në mbrojtjet e qingjit kur ujku padrejtisht te lumi duke pirë ujë thotë se më ke trembulluar ujin dhe ai qingji i pafajshëm thotë po si ka mundësi që unë në anën e poshtme ta trembulloj ty në anën e epërme, por e kishte vendosur që ta hante atë dhe akuzante. Ndoshta kjo u ndërlidhte pak a shumë edhe me vujtjet e shqiptarëve. Zoti Ashari, cilat nga tregimet apo prallat që ju kanë mbetur në mendje ju kanë bërë të ndiheni krenar që jeni shqiptar? Janë shumë. Por ndoshta ato që kam dëgjuar prej gjyshve tonë, po me pastaj edhe nga rilindasit tonë të mëdhej, të cilët përshkruajnë virtytet e shqiptarëve, të heronjve, të dietarëve të ndryshëm. Nga njerë nëse shohim në shkencat e thella atje nga Justiniani dhe të tjerët që kanë qenë me origjinë shqiptare, se kanë qenë po morëm ndoshta rilindasit tonë me të cilët ne krenohem, sepse ato është edhe alfabeti i gjuhës shqipe, që i madhi Sami Frashni thotë që zhdukja një kombi ndodh vetëm atëherë kur zhduket edhe gjuha. Kështu që mendoj që të parët tonë kanë qenë shembuj për gjithçka për jetën tonë që ne sot e gëzojmë. Ne si brez ndoshta jemi me fat që nuk kemi nevojë të zbulojmë asgjë të re, sepse ata që kanë qenë para nesh kanë zbuluar gjithçka që është dashur ose kanë sakrifikuar gjithçka që ne sot të jemi të lirë dhe të gëzojmë ato të mira. Natyrisht që kemi pas fatin e keq që të përjetojmë edhe dhunën edhe shtypjen në të cilën kemi kalu, por po e shijojmë edhe ato frytet të lirisë që ne sot e gëzojmë. Fal të gjitha atyne tregimeve, atyne motivimeve që gjyshit tonë kanë treguar, jemi sot ne ku jemi. Dhe më thonë, edukata tyre kanë ndikuar në personalitetin tonë, që ne sot si shqiptar të jemi këtu ku jemi dhe që të krenohem me të parët tonë, po edhe me ne, natyrisht. Do të citoja një rrugtar austriak i cili e përshkruan luftën turko-greke dhe që thotë në radhët e para të grekëve ishin shqiptarët dhe në radhët e para të turqëve ishin shqiptarët, luftonin turqë dhe grek dhe u vritin shqiptarët. I përbashkët ishte vetëm vaj i nanave të mbuluara me zi. Do të thonë që një meritë e madhe pavarësisht se ne mund t'i quajmë ndoshta anekdota, mund t'i quajmë pralla, ju takon nënave dhe gjysheve tona që edhe në fëmijë djepet duke i përkundur kanë këndu këngë ose tregime patriotike që i kanë motivuar ata, që i kanë edukuar ata për të qenë të dashur për familjen e tyre, por edhe për atë dheun e tyre.